الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلى الله تعالى عليه وعلى آله التابعين الطاهرين والصحابة الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. Të gjitha adhurimet dhe falënderimet tona i takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej atij e kërkojmë ndihmën. Atë që i madhi Zoti drejton, askush nuk mund të devijojë, ndërsa atë që drejtësia e Zotit e lën humje, askush s'e ndihmon përveç Allahut. Të gjithë dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na çoi me Kur'an, dallues i të vërtetës nga e shtrembra deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë në këtë xhami. Një jetë prej ajeteve të madhështore të Kur'anit të morën për ditën e sotshme, që ka të bëjë me një i gjanë shumë të rëndësishme, pastrimi i trupit, i shpirtit, i zemrës, pra larja e trupit, apo ndryshe si quhet gusli. Allahu xhallahu përmend burrat e xhamisë. Në xhami thot ka burra të cilët janë të pastër, vejnë të pastër në xhami. Allahu thot i don ata që janë të pastër. Allahu i don ata të pastër. Kjo është fjala e Zotit që xhallahu si shprehet në Kur'anin e Madhërueshëm. Jo pas qëllim me përmendëm sot. Keni parasysh që trupi i njeriu nuk është si trupi me lekëve të Zotit. Kështu e ka krijuar i madhi Zoti. Ka gjëra të mira, të pastra, por ka edhe pislëqe në trupin e njeriu. Edhe nga ona jashtme, edhe nga ona brendshme. Për cilët kërkohet pastërti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, pastërtia është gjysmë e besimit. Abdesi, të cilin e marrin vazhdimisht çdo ditë dhe disa herë ditët, është tamam gjysmë e namazit. Pse? Sepse namazi nuk vjen pra pa qenë i pastër, pa marrë abdes. Dhe shohim që trupi i njeriu ka nevojë për pastërti. Sa i përket ditës xumë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend një hadith veçantë veç këtyre pastrimeve javore, ditore që kryejmë ne, por thot ai i cili thot në ditën e xumë, lahet, pastrohet. Mundësisht thot nëse ka mundësi, domethënë që në mosh në punë, ka mundësi të shkojë ke shtëpia që të ndrohet, të lahet, pastrohet prap, të veshë dhe rroba mundësisht tjera. Për ato që ka mundësi, thot merr dhe abdes, shkon dhe në xhami, thot nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xheneti. Bile i nëmrohen edhe hapat që ka hes për shku xhami, e fiton xhenetin. Falje madhe, mëshire madhe, prej të madhe Zot, xhelle xhelaluhu. Pra shohim që pastërtia ka një vend veçantë. Përmendën shumë ajete që i pash në këtë xhumë e sotshme, por një marrë prej tyre
që thotë Allahu i ndaj njerëzit e pastër. Edhe shaku thotë që trupi ka nevojë të pastrohet. Janë disa lloje pastrimesh që bëhen çdo ditë me rastin e kryerjeve të nevojave. Pra, e ham ushqimin, po ushqimi nuk njeli të gjithë i trupit tonë, sepse kështu ka kriju Allahu. Domethënë nuk jemi në shkallën e melekëve, apo si ushqimi i melekëve, por ky ushqimi janë ka dhe mbeturinë që do të dalin pra prej trupit. Edhe kur dalin prej trupit duhet pastërti. Duhet pastru me ujë, zakonisht me dorë me majë. Edhe mundësisht ketë ujë. Po edhe nëse s'ka ujë për shembull, mund përdorim edhe dheun, apo në diçka tjetër që domethënë nuk është e dobishme për diçka tjetër. Se rrethanat na shtrëngojnë domethënë me qenë në terren apo larg ujit. Kjo pra kryesorja është që tjetë vendi mundësisht ai që ka mundësi ta marrë dhe i pagure ujë me vetë ati që pastrohet, sepse i duhet për namazën. Mase i kryeve nevojët, pastrohesh me ujë, edhe me abdes pra. Mundësisht ta marrësh i pagure ujë aty, në makinë ta kudo, sepse ajo duhet. Pra ky është pastrimi me rastin e nevojave, po njëkohësisht pastrimi me rastin e punës rëndë. Bëhen shumë djerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të afroheni në ditën e xumës, do të faleni bashkë. Mundësisht ato vëllezërit e tjerë të mos i rëndoni me herë të ujit të djersës. Pra të jeni pastër edhe me plagëshkat. Pra nëse është mundësia, sa më i pastër. Dorë, këmbë, gjithë të tjerë të pastër që mos ta rëndosh me herë atjetër. Pra kjo nga puna e rëndë. Po pastërti tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni kujdes, thot, në shpejt që ka qenë, që rejqeni mërën. Dhe në shpejt, thot, që njerëzit janë